Sa i përket banorëve, kemi ndonjë emër që po përflitet ose që ti ke mësuar këto kohë që mund të futet në Big Brother me datë 20? Po, kemi disa emra për të thënë edhe sot, por para se të vazhdoj të emra, do dua të bëj një prejpësie. Ju them që deri më sot nuk kemi asnjë lloj përgjigje të garantuar 100%. Arsyeja është sepse Top Channel këtë vit ka marrë masa shumë të forta për këtë pjesë, siç është bërë në vitet e kaluara. Gjithmonë i kemi ditë disa banorë të sigurt që do i shifshin me tej. Këtë vit Top Channel-i ka dhënë kontrata mjaft të forta me shifra marrëmendse, të cilët nuk i lejojnë banorëve ose pjesëmarrësve të hapin info rreth pjesëmarrjes së tyre në këtë format. Siç e kemi dëgjuar dhe në një mini intervistë Lore, të cilën e kemi përmendur në intervista më parë, që mund të jetë banore këtij edicioni, ajo ka pranuar që e ka marrë ftesën, por nuk është se ka dhënë më tepër informacion se kësaj dhe ka lënë sikur ajo nuk ka thënë një po për këtë vit. Gjithashtu kemi edhe një deklaratë nga Robert Aliaj, të cilin e kemi përmendur herën e kaluar që mund të jetë pjesëmarrës këtij edicioni, i cili ka theksuar mjaft bukur larg që nuk mund të flas sepse nëse ti do ka theksuar që nëse doni një përgjigje nga unë, ju duhet më paguani. Domethënë me pagu në thonjza një mini job që mund ti nënshkruhet Robertit. Kështu që nuk kemi diçka garante, thjesht janë emra që diskutohen, informojnë që ka marrë një ftesë dhe deri aty. Do përmend 3 emra sot. Një nga emrat është një personazh i Top Channel-it, po ashtu është autori, më thonë sa prezantuesi Top Talk Angelo Haruni, i cili mund të jetë pjesë i këtij edicioni. Po ashtu kam edhe dy emra të tjerë. Kemi Stinin, i cili premton shumë këtë sezon dhe shpresoj ta shohim sepse është një personazh shumë dinamik. Edhe besoj se ka për të dhënë shumë këtë edicion. Gjithashtu një emër tjetër që përflitet po ashtu këngëtar është Miri nga West Side Family, një grup shumë i njohur në publikun shqiptar, të cilit i është bërë ftesa, por nuk është se kemi një përgjigje konkrete dhe siç e thash më parë, asgjë nuk është 100% sigurt. Mbeten edhe ditë për t'i mësuar gjithë banorët të këtij edicioni dhe jemi shumë në ankth. Besoj në ankth. Se them kështu si me shaka, po jemi shumë në kuriozitet. Dhe gjitha kjo na ka bërë shumë kurioz ky vit. Dhe shpresoj që të shohim vërtet një Big Brother si vjet. Klevisa, kemi ndonjë ndryshim në formulë se si do zhvillohet Big Brother këtë vit? Ja, deri tani, me sa kam dëgjuar, do jetë po e njëjti formulë. Na e marta në të shtunë 2 primet, siç kanë qenë, por orari nuk jam i sigurt se njëherë na e bëjnë në orën 9, njëherë në 9:30, kjo mbetet për tu parë se nuk e di se si do i caktojnë oraret. Këto janë. Çdo të martë të shtunë primet, kurse të dielave kemi fan clubin. Çfarë pritet nga ky Big Brother, Klevis? Shpresoj edhe besoj diçka më tepër se ç'kemi parë këto 2 vitet e fundit. Do ketë shumë do tërheqi shumë vëmendje sërish të publikut, se siç e kemi parë 2 vitet e fundit, publiku ja ka shmangur çik që thonë Big Brother i është bërë mbula që kur pa mbretin, por shpresoj, në fakt jam shumë i bindur që ky Big Brother do bëj një romun, një bujë të madhe sërish. Na ka marrë malli, jemi sinqertë, se këto 2 vite nuk është se kemi parë Big Brother, kemi parë veç imitime, kemi parë një produksion që po mundohesh të gjej hapat e tij dhe nuk është se na ka kënaqur.
Okej, ka pas momente të bukura, por nuk është se mbaren mend për diçka të favorshme ose besoj se këtë vit produksioni i ka parë gabimet e tia, ka parë ku ka shkel gabim, ku ka shkel sakt, edhe këtë vit është drejt suksesit. Dhe jam e them me plot bindje këtë, si vjet Big Brotheri do ketë një sukses. Klevis, sa i përket opinionistëve të Big Brother VIP Albania, deri tani kemi një konfirmim të arbrit ndoshta, por nuk kemi ende një emër të një personazhi që mund të jetë, po themi, analisti i opinionisti i Big Brother VIP Albania i dyti. Kemi ndonjë emër që po përflitet? Emra që përfliten kemi boll. Kupton se që kemi folur dhe ne herët e kaluara, kam përmendur si emër të parë Egla Cenën, më pas kam kaluar tek Rozana Radi. Kemi dëgjuar këtë javë po ashtu një emër të madh si Monika Kryemadhi, si një opinioniste, por unë do të ndalem te një emër që nuk është dëgjuar shumë, por e kam një informacion dhe jam tepër i sigurt që pranë Arbër Hajdarit, këtë vit do shohim Ema Andrean. Besoj se do jenë dy opinionistë shumë të fortë edhe vetë emrat tregojnë se sa seriozisht e ka marrë produksioni këtë vit, këtë edicion. Klevis, pse një emër si Ema Andrea pra në opinioniste e Big Brother? Pse kanë shkuar, po themi, autorët dhe produksioni tek ky personazh për ta përzgjedhur si opinioniste? Shiko, Ema Andrea është një personazh shumë interesant. Kemi parë dhe te paneli Gocave dhe Gra. Ajo është një karakter shumë i fuqishëm, ka opinione shumë të hidhura. Është një analiste mjaft e bukur edhe si vjet ka ndashur besoj të kenë një opinionist ndryshe në Arbri. Kemi Arbrin i cili është pak me shakaxhi, pak me open mind, i analizon mjaft bukur gjërat, po me një mënyrë më moderne. Ndërkohë kanë zgjedhur ndryshe nga ky Emën, sepse Ema është një grua mjaft me kem në tokë, është shumë e drejtë për drejtë edhe besoj se do jetë çik e hidhur në opinionet e saj. Kështu që do ndezet çik zjarre. Arbri shumë, Ema i ndez. Kur na ndajnë vetëm pak ditë nga nisja e Big Brother VIP Albania, duket se gjërat janë bërë më të qarta. Të paktën flasim edhe për prezantimin ose përbërjen publike të opinionistëve të fan klubit e po ashtu edhe të prezantueses të fan club Big Brother. Siç the, kemi tashmë të hapur listën e opinionistëve dhe prezantueses të fan klubit, siç është bërë publike edhe nga faqja zyrtare e Top Channelit. Si prezantues do kemi rikthimin për herë të dytë prap Chiara Titën në këtë edicion. Chiara Tito, një emër i njohur tashmë i publikut shqiptar, një femër e suksesshme, me një fanpage shumë të madhe. Chiara Tito, e cila deri më sot ka treguar mjaft bukur që çfarë do që ka bë, e ka kryer me sukses dhe besoj se edhe këtë vit është e dura dhe do ja dalim ban dhe ju uroj sukses nga ana ime. Po ashtu kemi parë edhe dy opinionistë tanë, i cili do jetë rikthimi i Arjan Konomit. Të qëndroj pak këtu më bëri shumë përshtypje kur kam dëgjuar emrin Arjan Konomit, sepse pas deklaratave të tij që ka dhënë tek emisioni Arbana Osmani te Mbrëma Yje, mu duk pak sikur nuk do e shihnin me Arjanin në Top Channel, por ja ku gabuam, ja ku na befasoi sërish Arjani dhe më bëhet qefi që është rikthyer, po në të njëjtin rol. Do më pëlqente shumë ta shihja Arjani si opinionist në përprajme, po edhe tek fan klubi besoj se është i duri edhe do godasi mjaft bukur edhe këtë vit. Në krahët e tij kemi dëgjuar që do jetë si opinioniste edhe Francesca Murati. Prap sërish më ka bërë përshtypje ky emër, sepse Francesca ne kemi ndjekur në edicionin e saj,
nuk është se ka bërë diçka wow, kemi sinqert. Francesca mbahet mend si Miss Londra, si vajza më e veshume me rroba të shtrenjta, e cila është komentuar gjatë atij edicioni veç për këtë pjesë. Dhe nuk e di se sa javë do jetë si opinioniste në fan club si vjet. Nuk e di nëse është e duhur, por mendimi nuk është e duhur dhe nuk besoj se do bëj ndonjë diçka wow. Por me Pse nuk është e duara Klevis? Se ne kemi parë që në Big Brother ka qenë boll kanë ngacmuese ndaj banorëve të tjerë. Pra ka qenë një tip që ngjitej, fliste, ngacmonte. Pra pse mund mos jetë ngacmuese këtë në fan club? Shiko, Francesca ka qenë pak ngacmuese sepse në atë periudhë loja hyri. Francesca nëse mban mend ka hyrë në mezin e lojës, kështu që ishte mjaft e përgatitur. I dinte pikat e dobta të banorëve të brenda, dinte banorët kryefjalë të atij edicioni, kështu që godiste mjaft bukur ashtu që donte, por nuk është se për mendimin tim flas gjithmonë, mua Francesca nuk më ka dhuruar diçka në atë edicion. Unë po ta them, unë e mbaj mend akoma dhe sot Francescën që thjesht vishesh mjaft bukur nëpër Prime. Me rroba të shtrenjta, mbaj mend që gjithë rrinin pas Prime-it, shikonim se sa kushtoi fustani Francescës, sa i kushtonin kpucët, vetët, varsja ose çfarë do veshi këtë Prime, që të diskutojmë kaq, por kaq mbahet me Francesca, kështu që nuk besoj sa është e duhura për opinioniste në këtë fan club. Po gjithsesi në krahun e saj ka Jan Konomin, i cili do jetë krah mjaft i mirë për ata, edhe shpresoj edhe uroj që ky fan club të jetë po aq i bukur sa Big Brotheri që po krijohet si vjet.